Nxënësit e shkollës Pandelicale në Korçë kanë zënë vendin e parë në një konkurs të realizuar mes 10 shkollave të qarkut të Korçës, të quajtur Shkollat për Shëndetin. Në konkurs nxënësit prezantuan disa punime që tregonin rëndësinë e të ushqyerit të shëndetshëm, duke u dalluar mes shkollave të tjera e duke merituar vendin e parë. Fëmijët punuan me posterat ku kishin paraqitur rëndësinë e lëndëve ushqyese, u përzgjos dhe eseja më e mirë, poezia më e mirë në lidhje me përbërësit e ushqimeve tona, dhe dolën fitues, sigurisht është një motivim. Më tepër se sa fitoria për nxënësit pjesëmarrës ka qenë i rëndësishëm bashkëpunimi me njëri tjetrin. Në këtë projekt unë prezantova kryesisht me esen dhe poezinë që kisha përgatitur. Ne së bashku me mësuesen punuam shumë fort për të arritur këtë rezultat. Unë ndjeva e lumtur, shumë e lumtur dhe normalisht që puna jonë shpërblye, por gjëja më kryesore nuk ishte fitoria, por bashkëpunimi që ne patëm me njëri tjetrin. Unë në projekt u prezantova me një piramidë të madhe që kisha bërë dhe kisha përpashtu dhe unë gjithashtu një ese dhe me thënë ky projekt ishte diçka shumë argëtuese dhe motivuese për mua dhe pavarësisht dhe me thënë fitories ishte dhe ky puna e bashkëpunimit që tha dhe shoqja që na bëri të gjithë të lidheshim bashkë, të komunikonim, na zhvilloi aftësitë sociale dhe fitoria dhe me thënë ishte dhe me thënë një motivim tjetër për të vazhduar në shkallë më të larta, në konkurse të tjera, në mundësi të tjera. Konkursi Shkollat për Shëndetin kryhet prej 5 vitesh në vendin tonë, me mbështetjen e Ministrisë së Arsimit, Ministrisë së Shëndetësisë dhe donatorëve, me qëllim ndërgjegjësimin e nxënësve për ushqyerjen e shëndetshme.